Përtej këtyre shiritave askush nuk lejohet të kaloj. Policia që nga mëngjesi po e ruan këtë pjesë të lagjes Kolonia në Fushë Kosovë sepse këtu dyshohet se ka rrezik. Mbi këtë tokë, deri një ditë më parë, ka ekzistuar shtëpia e Simiqeve, por vetëm si rënoj. Pronari shqiptar që e bleu këtë pronë nga sërbi dhe që u mundua ta rrëzonte, hasi në diçka të dyshimt. Ai vetë u largua nga këtu për shkak të një rasti vdekjeje, mirë po fqinjet që qenë dëshmitar tregojnë se çka pan. Jetojmë këtë në afërsitë tina këjshis, e kum po ka hikin dhe në pronë se ka ble, në herët e kanë është zbuluar një automat, po çka ka në matë shtepër diçka sti. E për të kontrolluar nëse është vetëm automatiku apo ka edhe armë të tjera, këtu erdhën edhe ekipet e FSK-s për eliminimin e mjeteve të pashpërthyera. Ata sipas zyrtares për informim të FSK-s Remzie Zeqiri, arritën të tërheqin nga aty një Kalashnikov me 150 fishek dhe një kondak mitralozi. Ndërkaq, banorët këtu thonë se kanë pas frikë nga ky vend, sepse pronarin serb të këtij vendi e ka njohur shumë mirë. Ai pronari që e ka pasur në shtëpinë këtë, ka qenë paramilitar e ushtrisë serbe. Kësajde, ka qenë në luftë në Kroaci, ka qenë në luftën në Bosnë, po edhe në për Kosovë ka qenë. Ka qenë veshur në luftë Kroacisë, të Kosovës e kështu. E në këtë lagje ku qytetarët thonë se ka jetuar shumë sërb para lufte, ka ende dyshime se mund të ketë armë lufte. Për këtë, ata kërkojnë që shteti të ketë më shumë kujdes. Na dhe fëmijët që po luajnë kësaj desene janë të rrezikum. Këtu duhet edhe shteti pak me kontrollu këto shtëpiat e serbëve e këto sene pak. E pasi pjesa e dyshim të kontrollua, vendi u la i lirë, ndërkaq armët dhe fishekët e SS u morën dhe janë në kontroll të ekipeve të FSK-s.